Irani është një shtet i bazuar në dy tipare që nuk lejojnë që ai duke u mbështetur në tipare të llogaritet si shtet islam. Tipari i parë, kjo qëndron në Konstitutën e Iranit, bazohet në popullin persian dhe me këtë, do thot, në mënyrë ekskluzive i përjashton jo persianët, dhe e dyta në mënyrë domethënë decide shkruan atje se i mbështetet medhhebit Xhaferit dhe jo Kur'anit dhe Sunetit. Me këto dy tipare e nxjerr veten Irani nga tiparet e një shtetit islam. Do thotë kryetari i Iranit nuk mund të jetë shiit arab, por duhet të jetë shiit persian. Dhe nuk mund të jetë persian sunet, por duhet të jetë persian shiit. Pra dy tipare që duhet të respektohen për të qenë dhe kryetari i Iranit edhe për të qenë do thotë pjesë përbërëse e do thotë stafit udhëheqës apo qeverisë dhe pushtetit të Iranit. Dhe për këtë shkaqe do thotë ajo shtet persian me agjenda persiane. Dhe do thotë i mbulon ato me petkun e islamit, por janë thjesht do thotë iniciativa, po janë dëshira dhe vullnete nacionaliste persiane. E mos flasim për gabimet e mëdha në fushën e besimit, që gjenden tek Rafidhat apo tek grupacioni i ndarë nga ahli suneti që nga koha e Uthmanit radhiyallahu anhu, shiitët. Sepse besimet e tyre janë kundërshtim me parimet gjenerale të fesë islame, Kur'an dhe Sunet. Për këtë shkak, do thotë në shumicën e shteteve muslimane tjera, me gjithë mangësitë dhe dobësi që kanë karshi presionit që japën shtetet e mëdha sot në botë, ata shënojnë që kushtetuta jonë është Kur'ani dhe Suneti, jo medhhebi i vendit. Edhe kjo është një dallim i madh, dhe nuk bëjnë kusht, për shembull kush mund të jetë kryetar, por secili musliman që ndjek Kur'anin dhe Sunetin mund të jetë domethënë udhëheqës i këtij vendit. Spaku teoretikisht, edhe pse ndoshta praktikisht ajo nuk zbatohet, por qëllimi është që këta edhe teoretikisht e mos flasin për praktikisht nuk lejojnë që të udhëhiqet ai shtet prej, do thotë arabit shiit apo persianit sunet, sepse ata e kanë caktuar shumë qartë, duhet të jetë shtet persian edhe me besim dhe ideologji shiite. Dhe në këtë rast duhet ta theksoj diçka që ka ndodhur në trojet ballkanike. Çuditë, me ata njerëz që janë pro politikës, do thotë të Turqisë sot në zhvillimet bashkëkohore në botë. Dhe janë pro shiit në njëjtën kohë, që janë dy vija që nuk përputhet nëse analizojmë historinë e prandorisë osmane, po madje edhe atë që ndodh sot. Prandoria osmane vazhdimisht, që mos flasim për gjëra tjera sepse ata një pjesë do thotë e disa muslimanëve që shkruajnë në internet flasin për vehabizmin dhe shiizmin, se kinse vetëm vehabizmi ka problem domethënë me shiizmin, e të tjerët janë razi. Kjo nuk është e vërtetë. Se të gjitha xhamatet bashkëkohore muslimane, edhe ato më tolerantet, kanë një qëndrim të prerë kundër politikave të padrejta që i bën Irani sot në rajon, në lindjen e mesme. Madje edhe vëllezërit musliman, Ikhwanul Muslimin, si lëvizje e moderuar karshi tyre, që ka qenë një kohë ndoshta edhe viktimë e mashtrimeve të shiitëve në atë tentativën për të bërë bashkimin e medhhebeve, edhe ata të gjithë sot janë njerëz deklarohen se na jemi kundër keq përdorimit të situatave sot në lindjen e mesme për të imponuar dhe për të përhap do thotë medhhebin shiit në ato vende. Dhe normalisht kur bëjmë pas të krahasim të asaj që thash kush e përkrah vijën turke në zhvillimin politik dhe kulturor dhe fetar, janë kontradiktor mes vetes. Se prandoria osmane, problemet më të mëdha në kohën kur ka pas do thotë çlimin e vendeve të Ballkanit dhe arritin deri në Vjenë, i ka pas prej shiitëve safevit që kanë qenë domethënë brenda në Anadolli dhe në kufi me Turqinë e Sotit. Dhe andaj fetvat e shehut islamit të prandorisë osmane ka qenë më rigoroze të mundshme, madje fetvat e atyre që sot dikush i quan vahabi në thojza, janë shumë të buta karshi fetvave të shehut islamit të prandorisë osmane karshi shiitëve dhe safevitëve të asaj kohe. Dhe për këtë shkak do thotë politika që udhëheq sot Iranin në rajon është politikë do thotë dyftyrëshe, ishte pro protestave në Egjipt kundër Mubarakut dhe është kundër protestave të
muslimanëve në Siri, pra domthonë nuk mbahet me një arshen dhe nuk është i drejtë në konkluzat dhe qëndrimet e veta. I përkrah protestat në Bahrein, ai kundërshton domthonë protestat në Siri dhe tregon kjo se ka një problem domthonë se ai ku ka njerëz që ndjekin dhe realizojnë platformat dhe strategjitë e Iranit i respekton dhe i përka, ata që nuk respektojnë i kundërshton, madje është i gatshëm do thotë edhe me vrah, sikurse janë duke bërë në Yemen, ku luftojnë në Yemen kundër muslimanëve sunet, i vrasin, i sulmojnë edhe ata që janë do thotë të papërgatitur ose që nuk e dojnë luftën do thotë, por ata e shfrytëzojnë këtë llovi për të imponuar agjendën e tyre të krijimit të asaj gjysmëhanës shiite në lindjen e mesme, që fatmirësisht është duke ju dështu konkretisht dhe praktikisht atyre në këto vende, dhe lutim Allahu më të ndihmon muslimanët të kuptojnë këto gjëra të qartë edhe të ndihmojnë proceset e të mirës dhe të pengojnë procesin e të keqes kushdo qoftë që e bën ai. Se kjo nuk i amneston pushtetarët sunet spaku me origjinë që u bëjnë zullum popujve vet, apo që janë shitur për forcat e huaja dhe shtetet e mëdha. Kjo nuk i amneston ata, mirë po të njëjtën kohë, se dikush prej Paris, sunite me origjinë, do thotë luan në kartën e planeve strategjike të forcave të mëdha, kjo nuk e justifikon gabimin aka ideologjik edhe politik të Iranit dhe të shiitëve. Dhe kështu që muslimani i cili do të jetë i paanshëm këto rrjedha, do të jetë gjakftohet dhe mos të shan një palë duke ladhur një palë, do thotë sidomos kur gabimet aka ideologjike edhe të veprimit politik janë të dukshme. Ata i përkrahnin protestës në Egjipt, a i vritnin protestuesit brenda në Iran. E tani do të ka një disharmoni që tregon se nuk ka drejtësi, ana jemi të bindun në këtë parim që e ka treguar Kur'ani dhe e ka treguar Suneti e pejgamberit dhe ka shëruar ulemat pas se çdo shtet nëse don zhvillim të vetin duhet të mbështetet në drejtësi. Dhe atëherë kur do të jetë zullumçar nuk ka më ecë përpara kush do le të jetë ai shtet. Nuk ka dallim, do çdo shtet që mbështetet në drejtësi ka më ecë përpara. Nëse mbështetet në zullum nuk ka më ecë përpara edhe nëse thirret në emër të Islamit, sepse Islami në zhvillimin e shtetit mbështetet në drejtësi. Dhe pa drejtësi nuk ka mundësi më ecë përpara. Mirë po, do të fatkeqësisht kemi në disa muslimanë të ri që nuk janë duke kuptuar e para gabimet aka ideologjike të këtij sektit rafidhit shiit, e dyta nuk janë të vetëdijshëm për agjendat e fshehura të këtij shtetit në dëm të muslimanëve si shumicë sunive konkretisht, dhe për këtë shkak ata japin kësi konstatime dhe konkluza duke shoh amblok një pjesë të madhe të sunitëve dhe mëllon nuk e i qytë me epitetet më të ulta dhe më të këqija. Lutim Allahu më xhelal që na i bën të qartë të gjëra, ta shohim të vërtetën të vërtetë dhe ta ndjekim atë dhe të kotën të largohemi prej saj.